Ju përshëndes gjithëve, ndodhemi në lagjen Abaze, aty ku po kalohen orë të ëndshme. Siç e shikoni pas shkrimit time është pozicionuar një zjarr fikse, megjithëse nuk ka rrugë për zjarr fiksen, ajo ka mundur të hyjë vetëm në fillim të lagjes. Janë shtrirë zorrat e saj në pjesën në brendësi të lagjes për të shpëtuar 9 shtëpi në rast të një rreziku potencial, pra përgatiten për ndonjë moment delikat, sepse shumë pak metra nga kjo shtëpi, që është shtëpia fundore e Abazes, është një vatër e madhe zjarri ku ka marrë flak, një trump shumë i madh dhe pjesa tjetër e pemëve. Shikojmë këto momente ku në një nga shtëpit pas zjarr fiksesh po nxjerrin edhe sendet personale, sepse i është dhënë urdhër nga policia në këtë rast, edhe po evakuohen dhe banorët. Janë momente kaotike dhe siç e shikoni në këto momente në Kruj, në lagjen Abaze, ka ende flak zjarri në pjesën që merret përsipër për malje. Pra, ideja është që mos zbresin poshtë. Ka një problem që erat që po fryn nuk e favorizojnë zjarrfiksen dhe e ndihmojnë zjarrin që të përhapet më shpejt dhe të marrë drejtim ndoshta për nga zonat e banuara. Pra ka një frikë madhe, kam komunikuar dhe me qytetarë, banor të Abazes, cilët kanë marrë pjesë vullnetarisht për me fik zjarrin, është shumë e vështirë për ta vënë në kontroll. Gjithsesi i bëjmë apel të gjithë zjarrfiksve të Shqipërisë që të vinë në lagjen Abaze në Kruj për këto momente të vështira, për shkak se helikopterët nuk punojnë dhe është shumë e vështirë ndërhyrja nga ajri. Pra helikopterët e kanë shkput punën pothuajse 2 orë më parë dhe këtu gjithçka varet nga këto zjarrfikse dhe i bëjmë thirrje të forcave të ushtrisë që duhet jenë në terren. Jemi në Abaze, në Kruj, prej 5 ditësh po luftohet me flakët e zjarrit. Nuk e di pse nuk shpallet gjendja e jashtëzakonshme në Kruj. Çfarë duhet më tepër për qeverinë shqiptare që të shpall gjendjen e jashtëzakonshme? Këto janë momente ankthi për banorët e Abazes. E gjithë rruga në Abaze është me banorë të cilët presin se çfarë do ndodh natën. Nata është shumë e rrezikshme për sa i përket zjarrit.